Për mendimin tim, kjo është përralla më e gjatë e soltit. Por është e vërtet, unë e pash piratin e humbur. Ai mu duk një lloj siç po e përshkruante solti. Thomas u riparua. Tani ai po kthej përsëri te kantieri i tij i ndërtimit, kur pa anijen e madhe në portin Alsbro. Ata anije nuk e gjeti Roki, e gjeta unë. Thomas u ngarkua me qymyr nga një depozit e vjetër pak më larg se kantieri i ndërtimit. I mbarova të gjitha punët. Faleminderit, Ryan. Të lumt, edhe vazhdo të punosh kështu. Patjetër, zotri. Faleminderit, zotri. Zotri, me që Ryan ndodhet këtu, a mund të kthehem tek linja ime? Jo, Thomas, nuk mundesh. Tani po punon Percy tek linja jote. Ndërsa ti ke ende punë për të bërë këtu. Si fillim duhet të sjellësh më shumë zhavor. Unë kam qenë lokomotiva e numër 1 e kontrollorit Bullafiq, por tani nuk jam më numri 1 për të. Dhe pastaj u shtuk mes një reje tymi. A imagjinoni do? Ishte vërtet magjike. Prandaj unë e di se do të plotësohet dëshira. Dhe unë do të kërmoj për atë të sarë. Prisni dhe do ta shikoni. Si jo, Merjem? Patjetër që ti. A i gjeni që kam në komën time? Farë the? Vetëm gur. Këtë rrotull ka shumë gur. Në kohën kur Thomas mbërriti tek nyja hekurëdhore Alsbro, ai po kollitej dhe po të shtinte. Oh, Thomas i dashur. Nuk më duke shumë mirë. A e di çfarë? Është faji i Ryanit. Ai më nxjerr tym nga motori. Nuk e besoj që Ryan të bën që të nxjerrësh xixa nga tuneli. Kam frikë se po përdor qymyr të keq. Nuk duhet të përdorësh qymyr të keq, Thomas.